Muaji dhjetor duket se do të jetë një muaj i ngjeshur për gjykatën kushtetuese. Kjo gjykatë ka pasur këtë vit mjaft çështje sensitive, por vëmendja kohët e fundit u rikthye për dy raste me interes, Veliaj dhe Balluku. Veliaj doli fitimtar duke anulluar shkarkimin, ndërkohë një ditë më parë u mbajt një seancë lidhur me ankimin e qeverisë për masën e gjykatës posaçme ndaj numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Rasti u shtyp për më datë 2 dhjetor, ku do të merret vendimi nëse do të kalojë apo jo për shqyrtim në seancë plenare ky rast. Por kjo nuk është e vetmja çështje, pasi janë edhe një sër rastesh të tjera që përbëjnë interes publik. Më datë 16 dhjetor, gjykata kushtetuese do të vendosë mbi ndalimin e TikTok. Bëhet fjalë për një paditë bërë nga Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë dhe Qendra Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë Investigative me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Vendimi numër 151 datë 6/3/2025 të Këshillit të Ministrave për marrjen e masave të përkohshme për shmangjen e ndikimeve negative të platformës online TikTok. Një ditë më pas, kushtetuesja do të vendosë mbi fatin e Sali Berishës, ky i fundit ka ankimuar masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe gjykata do të vendosë nëse do të ketë ndryshim në këtë aspekt. Më datë 23, kushtetuesja mblidhet për ish-ministrin Ilir Beqa, i cili gjithashtu kërkon lirinë dhe rrëzimin e vendimeve të 3 shkallëve të tjera të gjyqësorit, ndërkohë seanca e planifikuar lidhur me një kërkesë të Unionit të Gjyqtarëve për pagat e magjistratëve është shtyr për në janar. Tjetër zhvillim interesant është se kushtetuese si është drejtuar edhe kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili kërkon lirimin nga burgu, por ende nuk ka datë se kur do të shqyrtohet rasti. Gjykata kushtetuese ka vendosur që çështja e dekretimit të ministres Diella nga presidenti Bajram Begaj të shqyrtohet në seancë plenare. Partia Demokratike kërkoi shfuqizimin e nenit 2 të dekretit për emërimin e kryeministrit numër 331 datë 12/9/2025 si të papajtueshëm me Kushtetutën. Po ashtu PD kërkoi shfuqizimin e nenit 1.1 fjalia e 2 të dekretit për emërimin e Këshillit të Ministrave numër 333 datë 15/9/2025 gjithashtu si të papajtueshëm me Kushtetutën. Kolegji i Gjykatës Kushtetuese vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare, bazuar mbi dokumentet e dorëzuara. Pra duket se jo vetëm dhjetori, por edhe fillimi i vitit 2026 do të jetë i ngjeshur për Gjykatën Kushtetuese.